Mirëmëngjesi, ju përshëndesim. Mirëmëngjes. Nga kuzhina e Rezidillis, gjithmonë këtu gati për të gatuar dhe për t'ju sjellë recetat e fundit për këtë sezon. Po, sa mund të ngelu? Është e fundit, s'ke që me orë kemi. Po ja, që nuk e pranoj të ta të fundin, kish problemi. Si ke ezauruar akoma, po do presim sezonin tjetër për të sjellë dhe të rifreskojmë të tjera gatime për anvisat tona. Kështu që le t'i prezantojmë se çfarë kemi sot. Sot me një tavë me kunguj dhe jemi në rregull. Kungullin e kam përdorur në 2 gatime sot. Faktikisht doja të 3 ti kisha me kungull, pra kur kemi një produkt, por thash, është dhe ajo shpreja. Ku do që shkoj kungull të unë të fara, ku do që shkoj më del për para, dhe nuk doja që ti ishte të 3 kungull sot, sepse e kemi nevoj kungullin, kemi nevoj kastravecin, kemi nevoj gjithmonë ato perime, ato fruta që kanë në trupin e tyre, kanë shumë përqindje uj. Pra, uj nuk kam, por pa tjetër që kam qumshin, si produkt që më duhet, kungulli po, kungullin e kam prerë në disje simpatike, cilindrike se është vetë cilindrik, s'kam se çfarë t'i bëj, kam vezët, dhe kur flas të vezët, kam vezë Ovital, me një të kuqet aq të bukur sa që direkt unë i thyej. Faleminderit Ovital për gjithë bashkëpunimin dhe mundësi që na ke dhënë për gjatë gjithë vitit, gjithë sezonit, të gatuam dhe të sjellëm receta fantastike, t'i shijojmë dhe të ushqehemi i shëndetshëm me vezët Ovital, një kompani që bën diferencën në treg për freskinë dhe për cilësinë e vezëve. Shpërbëj vezët, 3 të tilla sot, sikurse kam edhe qumshtin. Pra, automatikisht thash kunguj, vezë, qumësht, djath, erzat, bashkë me kripën, dhe kur flas tek erzat kam galetën, dhe kur kam galetën kam dhe miellin. Por, nuk ndalem deri këtu. Sepse gjitha këto kaloj, mund ta shkoni me prosciutto, mund ta shtoni me sallamin e thjeshtë, mund të keni këtu sallamin që është edhe shumë ekonomik, familjar. Është një sallam i thatë, që vërtet i shkon shumë këtij gatimi. Po. Që është e njihur në treg. Mund të vendosni çfarë do lloj sallame, sikurse edhe salcicë që të jenë, ti kaloni në blender dhe ti shtroni atë mastrën. Nuk ka fare problem, sepse ka një shije të veçantë dhe specifike. Dhe kur flas specifike, përzijej vezët mirë, do të shtoj pak fare vaj tek vezët. E mbajmë dorën. Dhe sërish, duke shtuar pak krip me pikatore. Përse me pikatore? Sepse masa tjetër do të kaloj, shtoj kungujt. Kam të gjitha erzat që do t'i shtoj në një vend. Një përzierje shumë të mirë. Pra i marinojmë. Po të dua unë për shembull, edhe përse mos të dua, pakës vaj. Ky marinimi mund t'i shërbejë edhe thjesht për t'i skuqur kungulleshkat në një rast tjetër, se është marinim me erza të këndshme që kombinohen shumë mirë. Dhe i kaloj një me një. Pa tjetër, unë i kam të thata, nëse ju do t'i keni pak me ujë, kaloni pak galet. Dhe mbuloni të gjithë sipërfaqen
E tavës, pa tjetër, sepse vetën ti me diun, por nuk e kam thënë për juve. I shtoj një më një. Ja. Edhe një më të voçkëll. Kështu pra po ndërtojmë tavën tonë me kungulleshka. I hedhim një sy pak recetës së shkruar që ju ta nënvizoni dhe ta keni në galerinë tuaj të shënimeve, fotove që i bëni recetave tona të shkruara, edhe pse ju sugjerojmë si gjithmonë të klikoni në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli. Tavë me kunguj, vezë dhe djath. Ju duhen kungulleshka 300 gram të prera në disqe dhe më pas të marinuara, atë pudrosura me 2 lugë gjelle miell, 3 vezë, 3 lugë qumësh, 3 lugë djath të grirë, 1 tufë majdanos, prosciutto ose salam, arë moskat, piper i kuq, krip dhe piper i zi. Si që shikni, kemi marinuar fillimisht kungulleshkat, pudrosur me mielin dhe erëzat pra, vendosëm sipër djathin e grirë dhe tani pjesën e salamit. Pra këtu. Sërisht, vendos dhe shtresën tjetër. Në moment duket sikur është e thatë, por do kaloj qumështi me masën e vezëve. Që e mbleth, e lith. Ja. Kjo masë e tillë. Nuk do më duhen edhe shumë. Që mos i lë sepse ato gjatë pjekjes do të zvoglohen, patjetër që janë plerholl. Pra kam mbuluar çdo sipërfaqe të mundshme. Tani me ato pak të pjesa ku ishim. Pak fare ujë nga bimët aromatike, Niki, pak fare. Shumë pak do më duhet, po. Dhe gati për të shtuar masën e lëngët të mbulohet sipërfaqja, të mpikset nga vezët, të piqet dhe ta fshijojmë në fund fare. Pjesë. Është e prerë shumë holl. I jep një shije më të veçantë, e pat që vezës jota shumë pak, sepse është një sallam që ka dhe erëzat. Dhe ja, ky është hapi i fundit i recetës. Pra, shtuar qumshti me vezët, erëzat po ashtu, pjesa e prosciutës apo pancetës që të keni ju në shtëpi, tona ofron një gamë të gjerë të produkteve të sallamerisë, dhe në fund fare shtojmë djathin e butë këtë herë, që të krijojë atë shtresën. Dhe nëse nuk na deli, i shtojmë më tepër, pa tjetër që i shtojmë më tepër, duke... Do të pjekim në furrën tonë të parangrohur. Mirë është të mbulohet e gjithë sipërfaqja me djath, të zihet, si një lloj kapaku. Do shkoj në rezistencën e poshtme në fillim fare, sepse dihet që djathi shkrim për një herë. Nuk shtoj. Nuk vendos letër alumini, në moment që do vendos letër alumini, pjesa e sipërme e djathit do shkri tek letra aluminit.
Gjë që në furrë të parangrohur me shumë dashuri e marr dhe vendos në sa 200, 210, 220 në varësi të furrës që keni ju. Rezistenca poshtë. E lëm të piqet avash dhe tregojmë në vijim se si do t'jetë gjendja përfundimtare, ndërkohë unë e kam për detyrë t'ju lexoj edhe një herë recetën e tavës me kunguj, me pjesët e sallamit që zgjodhëm me vezë dhe me djath. Ju duhen kunguj, miell, vezë dhe njerë qumësht, djath të grirë, majdanoz, prosciutto ose sallam, ar, moskat, piper rizi, krip, piper i kuq, gjithashtu për të rregulluar dhe për të sistemuar aromat e erëzat sipas përzgjedhjes që është bërë. Kjo ishte receta jonë e parë. Bëjmë gati përbërësit për të rikthyer më njëherë pas kësaj shkëputje tek receta tjetër, tek receta e dytë. Çfarë kemi tek kjo e dyta? I kemi kungujt përsëri. Qofte me kunguj. Direkt. Bëjmë qoftet përsëri, do ta shfrytëzojmë kungullin si një nga perimet e stinës për të bërë qofte, kështu që pas kësaj shkëputje të mesazhit promocional vim dhe tregojmë përbërësit dhe gatuajmë recetën.